Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani vezë çdo ditë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë live. Mëngjesi është vetvetiu shumë i rëndësishëm për funksionim të duhur të trurit. Dhe plus, nëse përmban një vezë të zjerë, asnjëherë nuk do t'ju ndodhë të harroni për takim apo ndonjë email të rëndësishëm. Vezët mbushin neurotransmetuesit të cilët janë të rëndësishëm për përmirësim të memorjes. Mirë po nuk duhet të tepruar me ngrënien e vezëve të zjera në mëngjes, sepse munden që të ndikojnë në peshën tuaj, por mjafton një gjë e tillë çdo mëngjes. Nëse nuk jeni adhurues i vezëve të zjera, atëherë mund edhe t'i fërgoni, por me sa më pak vaj dhe krip. Sugjerohet edhe përzierja e vezëve të zjera në sallata të ndryshme, duke i prerë ato në feta të holla. Pra, vezët duhet të jenë një pjesë e mëngjesit tuaj, sepse do të keni një mendje edhe më të kthjellët. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi tepër të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e saj të zjerë. Por, cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë? Ne këtu do t'ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdorni në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mundet që të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, duhet të dini gjithashtu se ngrënia e vezës në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mundet t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Yndyrrat e mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetjen e zemrës ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin njëkohësisht rrezikun e sëmundjeve në zemër. Këto yndyra njëkohësisht tepër të shëndetshme për shëndetjen e zemrës, gjithashtu ndihmojnë edhe në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak dhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Proteinat. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë proteinash dhe organizmi ynë ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë gjithë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që i ofron retinës së syve për thithjen e dritës, mbron membranët dhe ul rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo verbëria. Kocka të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminë D, vitaminë e cila është rëndësishme për kocka dhe dhëmb të fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces nga ana tjetër garanton që skeleti i trupit të marrë të gjithë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë i fortë. Vezët e zjera mund ta kombinoni në sallatë me spinaq, patate, pulë apo peshk si një element i domosdoshëm i ushqyerjes së shëndetshme. Zjerja është mënyra më e mirë e gatimit të një veze. Kjo metodë ruan njëkohësisht shijen e plotë, por edhe garanton cilësinë e paprekur
të proteinës, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Dashamirësit e vezës së zier janë gjithmonë të ndarë për minutazhin e dur që ofron një zjerje sa më të mirë të saj. Ka njerëz të cilët e duan vezën e zier të lëngshme dhe ka të tjerë që e duan vezën e zier të fortë, por cila është koha e dur për zjerjen perfekte të vezëve? Përpara se të dëgjoni këtë video, ajo që duhet të dini është se koha e duhur e zjerjes varet tërësisht nga preferencat tuaja dhe përdorimi i vezës së zier. Për shembull, veza e zier fort mundet të përdoret në sallata. Veza e zier pak është perfekte për të ngrënë me një fet bukë të thekur në mëngjes. Së pari ju duhet të vendosni një tenxhere të vogël të mbushur me ujë me zjarr. Pasi uji të vlojë, uleni temperaturën dhe vendoseni vezët me kujdes në ujë, duke u siguruar që ato të jenë të mbuluara plotësisht. Më pas rriteni temperaturën dhe lëreni ujin të valojë. Uji nuk duhet të bulëzojë shumë sepse rrezikon që të krisë lëvozhgën e tyre. 7 minuta për një vezë me të bardhë të fortë dhe të verdhë të lëngshme. 8 minuta për një vezë me të bardhë të fortë dhe të verdhë të butë dhe të qullët. 10 minuta për një vezë të zier mirë, por brendësia e të verdhës është pak e bardhë. 12 deri në 13 minuta për një vezë të zier tërësisht fortë. Këto afate kohore janë të përshtatshme për vezë të mëdha. Vezët e vogla ose ato të fshatit mund të zihen më shpejt. Pas zjerjes së vezës duhet i fusni në një tjetër ren me ujë të ftohtë. Mundësi është të akullt që të pengojë gatimin e mëtejshëm të vezës si pasojë e nxehtësisë. Zjerja në furr mund të duket e çuditshme, por vezët ju mundet që t'i zieni dhe në furr. Ndizeni furrën në 180 gradë dhe më pas futeni vezën në një tavë pjekje me kupa. Për vezën me të verdhën e qullët, piqeni atë për 22 minuta. Nëse ju pëlqen veza e zier fort, atëherë piqeni atë për 30 minuta. Nëse ju pëlqen gjithashtu që ju të keni vezë sa më të mira, zgjedhja e vetme është që ju t'i zieni ato dhe në mënyrën e fortë. Pas pjekjes futeni sërish në ujë të ftohtë dhe kështu do të jenë më të lehta për t'u qoruar. Disa njerëz nga ana tjetër nuk duhet që të hanë vezë, të tjerë preferojnë vezë të ziera apo të skuqura lehtë, të cilat përpiqen të zhytin bukën e tyre, por sa e sigurt është të hash një të verdhë vezë që është pothuajse plotësisht e lëngshme. Sipas nutricionistëve ka rreziqe. Siç e dini, një nga rreziqet më të mëdha të ngrënies së vezëve të papjekura është salmonela, baktere të cilat munden të shkaktojnë probleme shëndetësore si diare ose ethe dhe të dridhura, por në disa raste dhe simptoma më serioze. Salmonela zakonisht është shumë e zakonshme në ushqimin e papërpunuar ose të papjekur sesa në ushqimin e gatuar mirë. Qendra në SBA për kontrollin e parandalimit të sëmundjeve thotë se çdo ushqim me origjinë shtazore mund të kontaminohet me salmonelë. Përmendim këtu vezët, shpendin, viçin dhe gjithashtu peshkun. Prandaj ata arrin në përfundim se asnjë nga këto produkte nuk është i sigurt për të ngrënë nëse është i papërpunuar ose i përpunuar lehtë. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!